Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri. Mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit të shëndetësisë Bisedë me mjekun tuaj. Do të flasim sonte për një temë e cila është aktuale, interesante dhe besoj që porositë dhe mesazhet nga profesionistë që ftuar sot në emisionin ton do t'i keni parasysh. Bëhet fjalë për nxehtësinë, për vapën, për goditjen nëse mund të quhet nga dielli dhe si ndikon ajo në shëndetin e pacientit apo të njeriut. Do të flasim për ushqimin, se si duhet të jetë gjatë kohës së verës që të mos të dehidrojmë si pasojë e nxehtit. Njëkohësisht do të kuptojmë edhe se si ndikon i nxehti konkretisht në disa sëmundje, si për shembull diabetin, tensionin e lartë të gjakut, sëmundjet e zemrës e kështu me radhë. Gjithashtu duhet të kemi parasysh edhe disa çështje të tjera që kanë të bëjnë me helmimin, edhe gjatë kohës kur të nisemi për në pushime, të kemi parasysh se çfarë duhet të marrim me vete, ku duhet të kemi më shumë kujdes dhe sidomos gjatë verës, e rëndësishme është edhe kafshimi nga insektet. Nga kjo pjesë si të mbrohemi dhe si të reagojmë. Njëkohësisht për t'i parandaluar dhe për t'i prevenuar mbase të gjitha problematika qendrore që mund vinë gjatë stinës së verës, do të flasim sonte në emisionin ton që kemi nderin dhe kënaqësinë të na nderojë me praninë e saj, e cila është gjithmonë e gatshme që të kontribuojë për shëndetin e qytetarëve, doktoresh Dashmire Bajrami Mehmeti. Përshëndetje doktoresh dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje dashur, mirë se u gjeta. Kënaqësi që të kemi këtu, faleminderit shumë që ke pranuar ftesën. Faleminderit edhe juve dhe çdo herë jam e gatshme për juve. Faleminderit shumë. Unë e përmenda në pika shkurta se për çfarë do të flasim, por duam të dim më shumë rreth rreziqeve kryesore që sjell vala e të nxehtit mbi shëndetin e njeriut. Siç e dini të gjithë, tash jemi në stinën e verës dhe temperaturat i kemi tepër të larta për këtë sezon, edhe pse është verë, mirë po temperatura e lartë është më tepër se sa vitet tjera. Dhe kjo ndikon direkt në shëndetin e njerëzive, qofshin ato me sëmundje kronike apo edhe ato të shëndosh. Kështu gjithashtu në këtë sezon kemi edhe ngritjet e temperaturës trupore, gjithashtu kemi edhe nxehtësinë e trupit, goditje nga dielli, gjithashtu kemi edhe keqësimin e sëmundjeve kronike, të cilat mund të jenë të mushkërive, të zemrës apo edhe të veshkve. Sigurisht që do të flasim pak më në detaje në pjesën tjetër në lidhje me këto çrregullime të cilat mund të shkaktojë nxehti mbi shëndetin e njeriut, por të ndalemi në një pjesë tjetër që gjithashtu është shumë e rëndësishme gjatë verës. Pra, si mund të dallojmë lodhjen nga nxehtësia, njëkohësisht si të dallojmë dhe goditjen nga dielli. Janë dy terme, duken të njëjta, por realisht janë të ndryshme. Po, saktësisht. Këto janë terme të njëjta, por janë krejtësisht të ndryshme njëra me tjetrën. Lodhja nga nxehtësia, të cilën mund të kemi çdo person në këtë sezon, është më tepër një lodhje në temperaturë lehtë trupore, të përzjera, të vjella, mund të jemi edhe pak me ngërçe muskulore, por nëse largohemi në një ambient më të freskët, pak freskohemi ose nxjerrim edhe rakët më të tepërta që i kemi veshur, atëherë fillon të qetësohet edhe situata me trupin ton. Mirë po, goditja nga dielli ndikon shumë në organizmin e njeriut. Ajo bile është edhe një emergjencë mjekësore. Atëherë kemi temperatura mbi 40 gradë Celsius. Gjithashtu kemi të përzjera, të vjellura, jemi më konfuz, po mund të kemi edhe humbje të vetdijes. Dhe kjo paraqet një urgjencë me të cilën duhet menjëherë pacienti të largohet nga ai vend ku e ka humbur vetdijen dhe të thirret menjëherë ndihma e shpejtë mjekësore, sepse kjo është diçka që është edhe rrezikshme për jetën e njeriut. Faleminderit shumë që na informove në lidhje me këtë temë dhe për ta bërë dallimin se ndonjëherë mendojmë që është lodhje nga nxehtësia, por në fakt mund të jetë goditje nga dielli. Jo, është goditje nga dielli, bile është shumë e rrezikshme. Para duhet menjëherë që të veprojmë të thirret ndihmë e shpejtë ose të shkohet në një stacion mjekësor që është më i afërt për atë pacient. Për ndihmën e parë. Është e rëndësishme që gjatë stinës së verës, siç përmenda edhe pak më herët, që të kemi kujdes të mos të dehidrohemi. Sa duhet të jetë sasia e ujit që duhet ta konsumojmë brenda ditës në stinën e verës? Uji është i nevojshëm në çdo stinë të vitit, jo vetëm në stinën e verës. Mirë po, në stinën e verës duhet jemi më shumë kujdesshëm gjatë konsumimit të ujit. Si rregull, duhet të pijmë 2 deri 3 litra ujë në ditë. Mirë po, kjo ndryshon nga temperatura, të cilat janë të larta, atëherë duhet të konsumojmë më tepër ujë. Gjithashtu ndryshon edhe nga njeriu ose pacienti, nëse punon në një ambient të hapur, gjerson më tepër, atëherë ai duhet të konsumojë edhe më shumë se 2 litra, sepse ai edhe ashtu i humb ato lëndje trupore. Po gjithashtu duhet të shohim edhe këta që janë me pacientet me sëmundje kronike.
këto duhet të konsumojmë më tepër ujë, sepse mund të vijë deri tek dehidrimi i tyre dhe pastaj kjo është fillojnë ato çrregullimet mjekësore të cilat duhet të paraqiten te ne. Parat ndonjëherë te këta është e preferueshme që të kombinohet uji edhe me elektrolitet, të cilat duhet të bëhet një balancë elektroliteve që ato që i nxjerrim të marrim sa do pak të arrim një balancë të trupit të cilat mos arrin deri te goditja nga dielli apo edhe çrregullimet e tjera mjekësore. Megjithatë përmendëm ujin, duhet vetëm të konsumohet ujë gjatë verës apo mundet edhe të konsumohen elektrolite të ndryshme të cilat ndikojnë në temperatura të larta? Gjatë verës, tek një trup i shëndetshëm, tek një trup normal, i cili nuk ka smundje tjera kronike, është e mjaftueshme vetëm edhe uji. Mirë po uji duhet të shkojë 2 deri 3 litra në ditë. Mirë po, nëse kemi temperatura më të larta, nëse kemi, siç thamë edhe parës, dhe smundje tjera, kjo duhet bëhet edhe në kombinim edhe me elektrolitet, se bëhet prishje e balancës natriumit aty. Dhe pastaj kemi probleme edhe me se cilat lidhen si zinxhiri çrregullimit të elektroliteve, ku vjen me gërçet, ku vjen me hipje temperaturës, dhe kështu që pacienti atëherë duhet më njëherë të kërkojë ndihmë mjekësore te neve. Duhet të ndalem edhe një tjetër çështje, me siguri që nga goditja nga dielli apo nëse ekspozohemi shumë në diell të gjithë jemi të rrezikuar. Por cila kategori e qytetarëve më tepër rrezikohet nga kjo? Po tani, nëse të gjithë jemi, mirë si e tha, jemi të gjithë të rrezikuar nga goditja nga dielli. Mirë po, jo është kategoria siç janë fëmijët, foshnjët, këta që janë me sëmundje kronike, gratë shtatzana, ata që punojnë në një ambient të hapur, 20 gradë Celsius, ai punon aty, këto janë shumë më të rrezikuar se sa ne që jemi. Prandaj këta duhet të rrinë në një ambient të freskët, duhet që edhe nëse kanë nevojë për të dalë jashtë, të kenë një veshje sa më të lehtë, me ngjyrë më të hapur, të konsumojnë ujë dhe të dalin atë periudhë në të cilën rrezet ultraviolete janë më pak të dëmshme për atë. Për atë duhet edhe këto që janë me smundje kronike, që edhe terapinë ta marrin në kohë, pasi që dielli, temperaturat e larta, siç e dim, ndikojnë edhe në hipotension, domethënë vjen deri te rrëmja e shtypjes arteriale. Për atë më shumë me këto pacientët edhe kam kështu pacient, bëjmë një marrëveshje që me ilaçet antihipertenzive o e zvogëlojmë o shohim diçka ndryshim në dozën me ato. Megjithatë, në cilët periudha ose në cilët kohë gjatë ditës duhet të kemi kujdes të mos ekspozohemi shumë në diell? Po është një periudhë që ka depërtimin e rrezeve ultraviolete është më intenzive në atë periudhë, ajo më tepër është nga ora 11 deri në ora 17. Dhe kjo është e preferueshme që sa më shumë të ikim kësaj periudhe dhe të rrim më tepër në ato ambiente të cilat janë më të freskëta. Mirë po, jo çdo herë dhe jo çdo person mund të ikë kësaj pjese, se normal kemi aktivitete të përditshme, por nëse edhe dalim, duhet ujin ta kemi bazë, pastaj edhe gjërat tjera që vijnë njëra mbas tjetrës. Megjithatë, është e zakonshme realisht tek njerëzit, tek qytetarët, që gjatë kohës kur rreziten të përdorin dhe krem mbrojtës. Në fakt ne mendojmë që na mbron, por duhet kemi kujdes edhe me përdorimin e kremit mbrojtës. Besoj kjo është një këshill shumë e mirë nga ana juaj, për sa i përket asaj që si duhet ta përdorim kremin mbrojtës nga dielli që të jetë vërtet efektiv. Kremi mbrojtës është i domosdoshëm. Edhe kur jemi gjatë plazhit, edhe kur jemi në pishinë, edhe kur jemi duke ecur rrugës, duke i krijuar aktivitetet tona të përditshme, duhet të fillojmë me SPF 30 e më lart, varësisht nga teni i lëkurës. Për ato duhet të aplikohet rreth 30 minuta para se të dalim në plazh, në pishinë të shkojmë apo edhe të dalim të ecim. Mirë po, nëse kemi gjerësitje të tepërt, nëse kemi bërë notë dhe dalim, ajo duhet të riaplikohet përsëri. Sepse ajo mund të thithet ose të zhduket, kështu që prapë mund të marrim një gjegje nga temperaturat e larta, për atë duhet të jemi të kujdesshëm dhe varësisht nga lëkura duhet të përdorim SPF 30, 50 apo edhe diçka më lart. Gjithashtu kur jemi edhe nëpër këto ambiente, ne duhet të jemi të kujdesshëm edhe në sigurinë tonë aty. Gjithashtu të mbahemi edhe të shohim edhe rregullat ku jemi në plazh apo në pishinë, mbas temperaturave dhe veprojmë edhe ne aty. Kurse nga rrezet ultraviolet, a mund të dëmtohemi dhe nëse po, si mund të jetë ky rrezik, pra kur është më rrezikshme për ne? Rrezet ultraviolet janë të dëmshme, atë më e dim krejt.
Mirë po, ne mendojmë se jo një periudhë e shkurtër, nëse dalim nuk dëmtohemi, ose nëse ka re, ose është kohë e vronet, nuk dëmtohemi, por dëmtohemi. Ajo është e vërtet, se ato e depërtojnë edhe nëpërmjet reve dhe na bëjnë neve dëm, na djegin, e cila përkohësisht ose në atë moment neve nuk mund të na duket diçka shumë normale, një skuqje e lehtë ose diçka mirë, por në të ardhmen ne mund të kemi edhe probleme me lëkurën tonë. Prandaj duhet kemi kujdes në çdo herë me rrezet ultraviolete. Të ndalemi edhe atë që e përmendet dhe ju pak më herët, që ka raste kur është goditje nga dielli dhe duhet të kërkohet sigurisht ndihmë mjekësore. Por cilat janë shenjat apo sinjale që mund të na tregojnë që kemi të bëjmë me një urgjencë mjekësore nga dhapa, nga dielli? Nëse kemi një goditje nga dielli, ne si fillim fillojmë me një rritje temperaturës e cila na shkon mbi 40 gradë Celsius. Gjithashtu ne kemi edhe një të përzjera, të vjella, një plogështi apo lodhje e madhe, konfuz jemi ku vjen edhe deri te humbja e vetëdijes. Edhe kjo është një emergjencë mjekësore, ku persona të cilat gjenden afër tij ose ndodhen me të, duhet që urgjentisht ta largojnë nga nxehtësia, ta vendojnë në një vend që është më i freskët, dhe gjithashtu të fillojnë me thirrje ndihmë shpejt është ajo urgjente gjë e parë, mirë po të fillojnë gradualisht edhe freskimin e trupit të pacientit. Edhe pse ajo duhet që pjesa të kuptohemi se fillimi është thirrja e ndihmës parë shëndetësore, me njerë të vitë këta pacient. Kur të ndalemi tek çështja e asaj që sigurisht më të rrezikuar në këtë rast janë fëmijët edhe të moshuarit, çfarë këshillash do të kishit për fëmijët dhe të moshuarit gjatë kohës së verës? Fëmijët dhe të moshuarit, në përgjithësi gjatë kohës së verës, duhet të respektojnë orarin e daljeve në natyrë, në rrugë apo kudo qoftë tjetër. Sepse siç e përmenda më herët, nga ora 11 deri ora 17 ato duhet të qëndrojnë brenda. Edhe pse kemi probleme me fëmijët me ato, mirë po duhet sa më shumë të rinë brenda, vetëm për rast urgjente duhet të dalin jashtë dhe të konsumojnë sa më tepër ujë ose edhe kombinim për këto me smundje kronike dhe me elektrolitë të tjerë. Me që përmendet ujin dhe elektrolitët, duhet të ndalem edhe pak këtu, si duhet të jetë ushqimi gjatë verës që të mos vi deri tek dehidrimi? Po, mirë që e cek edhe me ushqimin, se në verë ne kemi edhe probleme edhe me ushqimin, ku fillojnë edhe infeksionet gastrointestinale. Se temperaturat e larta favorizojnë edhe shumimin e bakterieve në ushqime. Kështu që duhet të jemi ne shumë të kujdesshëm me ushqimet. Pasi që ushqimet të cilat duhet të përdoren duhet të jenë ushqime të freskëta. Nëse përdoren të freskëta mendoj për momentin të bëhet. Mirë po, nëse nxirret nga frigoriferi ajo duhet të përdoret menjëherë, jo të lehet jashtë në atë temperaturë të cilat shumohen bakteriet. Gjithashtu duhet të kemi kujdesi dhe të ushqimet të përdorim ushqime sa më të lehta. Jo ushqimet e kripura, të ndryshme, të përdorim më tepër ushqime të cilat pemë, perime të cilat përmbajnë edhe lëngje dhe ujë brenda, të cilat edhe i konsumojmë edhe na ndihmojnë të qëtarojmë atë balancën hidrike në trupin tonë. Për atë duhet se sa më ushqimet lehta, ujë sa më tepër, për shembull shkojmë me perime, me kastravec, marul, këto që janë perimet ose domate, mund të shkojmë pastaj me shalqi, me pjepër, që kanë më shumë lëngje brenda, mirë po duhet kemi kujdesin në temperaturën ku i mbajmë. Se çdo lëvizje e temperaturës na sjell dhe çrregullime gastrointestinale të cilat veç kanë filluar në këtë kohë. Duhet të ndalem edhe tek një çështje tjetër, gjithashtu e rëndësishme, edhe besoj është një pyetje edhe që qytetarët shpesh e bëjnë, ka njerëz të cilët ushtrojnë aktivitete fizike, sigurisht për shkak të problemeve me peshën ose aktivitete fizike në të mirë të shëndetit të tyre, por gjatë të stinës së verës, a duhet të është e sigurt që të ushtrojnë aktivitete fizike dhe nëse po në cilat orare? Aktiviteti fizik nuk është i ndaluar. Në asnjë stinë ne duhet në përgjithësi të gjithë të kryejmë ndonjë aktivitet fizik, se është i shëndetshëm për trupin tonë. Mirë po, nëse krijet aktiviteti fizik, ne duhet të zgjedhim orarin të cilën kur duhet ta kryejmë atë. Për shembull, e kryejmë në mëngjes herët, kur nuk kanë rritur temperaturat më të larta, ose vonë mbasdite kur kemi edhe perëndim të diellit. Dhe e rëndësishme është që gjatë aktivitetit të kryerjes së aktivitetit fizik, ne duhet të konsumojmë ujë. Para aktivitetit, gjatë edhe pas aktivitetit, ne duhet të vazhdojmë të konsumojmë ujë, edhe të bëjmë pushime të shkurta ndërmjet aktivitetit fizik që kryejmë në sport ose çfarë do lloj aktiviteti fizik që bëjmë. Mirë po, nëse shohim se kemi lodhje të përzierja apo diçka lëvizje temperaturës, ne duhet menjëherë të ndalohet aktivitet fizik.
Në qoftë që vendosim, sigurisht që kur marrim që të shkojmë, domethënë në pushime, çfarë duhet të kemi me vete në kohën kur shkojmë në pushime? Pushime tani mezi i presim të gjithë. Kështu që duhet të bëjmë edhe përgatitjen para se me shku në pushim. E di se është e lodhshme ajo, por ka gjëra që duhet i marrim patjetër me vete. Shtash po uji është i domosdoshëm, mos e përmendim çdo herë, ujin duhet patjetër ta marrim. Varësisht që kemi edhe nëse kemi edhe udhëtime më të gjata, atëherë duhet edhe në ujë të shtim edhe elektrolite të marrim këto që pak të na ndihmojnë gjatë rrugës. Gjithashtu duhet të kemi me vete edhe kutinë e ndihmës parë. Ajo është shumë e rëndësishme. Se për çdo gjë na duhet ajo edhe një lëndim më i vogël ose një pickim i insektesh, neve na duhet edhe ajo ndihmës parë. Gjithashtu do t'i kemi edhe preparate kundër insekteve dhe normal që t'i kemi edhe rakat më të lehta, me ngjyra më të qelta që të kalojmë një pushim më të mirë. Po, dhe e rëndësishme është shumë të përmendet edhe ju pak më herët që gjatë verës probleme mund të lindin me sistemin gastrointestinal ose sistemin tretës. Prandaj shumë shpesh në fakt ndodh që gjatë kohës kur shkojmë në pushime mund të vi deri në helmimin nga ushqimet. Në këtë rast si duhet të kemi kujdes që në pushim të mos helmohemi nga ushqimet? Po si që ceka dhe me herët, ushqimin duhet të kemi edhe në pushim të kemi kujdes me ushqimet, gjithashtu duhet të kemi kujdes ne edhe gjatë pushimeve. Se ne shkojmë për të pushuar, jo më për të kemi edhe çrregullime me gastrointestinale, të cilat janë shumë të bezdishme, edhe për atë duhet të kemi kujdes çka konsumojmë ne atje. Gjithçka duhet të zgjedhet mirë, duhet të zgjedhet me kujdes, të jetë ushqimi sa më i lehtë dhe të jetë ushqim sa më i freskët. Të përdoren ngjyra sa më të freskëta, të përdoret ushqimi që hapet duhet të mbarohet ose edhe pastaj të vendojmë në një vend ku duhet të ruhet ose edhe të hudhet. Sepse na bën çrregullime të cilat janë të shumë të rrezikshme për shëndetin tonë. Kur jemi të pushimet, sigurisht e rëndësishme është edhe pjesa e notit. Gjatë notit, çfarë duhet të kemi parasysh, pra çfarë kujdesi duhet të kemi gjatë notit në det apo edhe njëkohësisht në pishinë për ta mbrojtur shëndetin? Po. Gjatë notit duhet kemi shumë kujdes edhe kur futemi pa mos u futur në notë të cilën do ta kemi qejf, atëherë duhet ne pas një ushqimi të bollshëm i cili mund të jetë me yndyrra, me krepe, ushqime të tjera, atëherë nuk duhet me njëherë duhet bëjmë pak një pushim, pastaj të futemi të bëjmë notin. Sepse ushqimet e rënda ndikojnë edhe në shëndetin tonë, edhe në notin që duhet ta bëjmë. Gjithashtu nuk duhet, nëse është temperatura shumë e lartë, trupi është i nxehtë, nuk duhet të futemi direkt në ujë. Ne para se të futemi duhet gradualisht të bëjmë lagjen e trupit, të cilët të bëjmë një balans të temperaturës jashtme dhe të brendshme atij. Dhe gjithashtu duhet të shohim edhe shënimet e plazhit apo të pishina, se çka është ajo me rëndësi është edhe siguria e jonë. Dhe të kemi kujdes maksimal që të fëmijët mos i lëmë vetëm atij. Kjo është shumë e rëndësishme. Përmenda edhe pak më herët që si ndikojnë temperaturat tek pacientët të cilët janë të sëmurë me smundje të zemrës, me diabet, me hipertension e kështu me radhë. Pra si ndikojnë nxehti tek këto pacientë? Te këto pacientë, kam edhe unë këto pacientë të cilët i mundon pak më tepër temperaturat e larta, por kemi një marrëveshje me pacientit, të thëna që duhet që terapia të merret në rregull, sepse kjo na bën pak një hipotension ose një ulje të shtypjes arteriale, temperaturat e larta, dhe për atë duhet të kemi një kontroll të ilaçet të cilat i përdorim. Gjithashtu kjo na bën edhe një ngarkesë kardiake, domethënë ngarkesë edhe në zemër. Edhe për atë duhet edhe të merremi vesh me terapinë që kanë. Gjithashtu kemi edhe të që janë me diabet, çrregullimet e sheqerit në këtë periudhë shumë na bëjnë lëvizje. Por për çdo ndryshim që ndjen pacienti, për çdo gjë, ai duhet çdo herë të lajmërohet me ne dhe vetëm me konsultën tonë të bëjmë rritje doze, zvoglim doze apo ndryshim të krejt terapisë, e jo në kokën e vet siç fillojmë dënjëherë edhe bojnë. Gabimet më të shpeshta, sa po e përmendët, do me thënë në përdorimi i terapisë kokë më vete pa konsultën e mjekut, por cilat janë gabimet më të shpeshta që njerëzit i bëjnë gjatë verës? Gabimet është mos konsumimi i ujit sa duhet. Ajo është gabimi kryesor, të cilët mendojmë se ne uji pihet vetëm kur kemi etje. Mirë, po etja është një shenjë alarmante, dhe më thonë se trupi thotë diçka nuk është në rregull. Ne mos e presim na vi etja, ne duhet si rregullisht të konsumojmë ujë. Gjithashtu duhet, si me ushqimet që e thash edhe më herët, se duhet patjetër të kena kujdes edhe me ushqimet, mos rrim shumë gjatë
në temperaturat e larta, ta ruajmë temperaturën trupore me anë të veshjes të teshave sa më të holla, me ngjyrë sa më të qelë, të kemi këto kremat mbrojtësie që i thamë edhe më herët i cekëm, dhe në përgjithësi duhet të shohim edhe vendin, atë ambientin edhe ku qëndrojmë. Të qëndrojmë në ambiente pak më të që kanë temperaturën pak më të freskët e jo të dalim direkt në temperaturat e larta, dhe besoj se atëherë nëse krejt këto i respektojmë nuk do kena probleme me temperaturat. Një çështje tjetër e rëndësishme gjatë verës është edhe kafshimi nga insektet. Çfarë duhet të bëjmë që të mbrohemi nga pickimi ose nga kafshimi i insekteve, dhe nëse kemi reakcion alergjik, si duhet të reagojmë? Po, këto është edhe një problem madhor. Kafshimi i insekteve në këtë periudhë është një problem madhor, bile edhe kemi dhe në pacientë të cilët paraqiten me alergji të ndryshme në këtë periudhë. Mirë po, gjatë vendeve ku shkojmë, ku i frekuentojmë në natyrë, apo shkojmë në plazh, apo shkojmë në pishinë, duhet çdo herë që të marrim preparate të cilat janë kundër kafshimit të insekteve. Gjithashtu duhet të mbajmë me vete edhe krema të cilat bëjnë largimin e insekteve. Mirë po, nëse ndodh kafshimi, nuk ndodh thojë normale ose mund të ndodh kafshimi, ajo pjesë duhet të pastrohet me ujë të ftohtë, duhet të lahet mirë dhe të vendohet lecka të freskëta të cilat e ulin pakruarjen edhe skuqjen atij vendi. Mirë po, nëse kemi shenja tjera të cilat mund të paraqiten me një ojtje të buzëve, një çrregullim frimarje, skuqje, fillon edhe marramendje, atëherë kjo është një reakcion alergjik i madh, i cili duhet me një urgjencë të madhe të lajmërohet tek stacioni mjekësor më i afërt i pacientit të cilët gjendet. Për atë preferohet që para se të shkojmë në këto ambiente ne të marrim diçka antihistaminik apo edhe preparate tjera kundër kafshimit të insekteve. Për të pasur një verë të sigurt dhe të shëndetshme, cili do të ishte mesazhi dhe porosia juaj? Verën duhet ta shijojmë, pse jo? Të gjithë e presim, është një sezon të cilën kënaqemi të gjithë. Mirë po, nëse të gjithë ne kujdesemi për veten tonë, konsumojmë ujë sa duhet, nuk i neglizhojmë ato shenja të cilat ne i shfaq trupi me temperaturë, se diçka bëjmë parandalimin e këtyre, ne mund të kalojmë një verë shumë të mirë, edhe pse mos kënaqemi dhe ta shijojmë edhe ne atë. Sigurisht. Doktoresh, faleminderit shumë për këto këshilla profesionale që kanë të bëjnë me kujdesin gjatësinë së verës, kujdesin edhe gjatë kohës kur ne shkojmë në pushim për të pasur një pushim të mirë dhe të shëndetshëm njëkohësisht. Faleminderit shumë që ishi pjesë e misionit tonë dhe që na nderuat. Faleminderit edhe juve, edhe pse çdo herë jam e gatshme për juve, se jeni një udhëheqësie fantastike dhe një shoqe shumë e mirë. Faleminderit shumë, kënaqësi shumë e madhe që ju kishim sonte. Të nderuar shikues, ishte pra dhe kjo tema për cilën sonte kemi diskutuar, një temë shumë besoj e bukur dhe bukur e elaboruar nga ana e profesionistes mjekes e ftuar sot në emisionin tonë. Pra kemi folur për nxehtësinë gjatë kohës së verës se si ndikon mbi shëndetin e njeriut. Pra dëgjoni këshillat e profesionistëve për të pasur një verë dhe pushime sa më të këndshme. Këtu të ndajemi për të takuar sërish javën tjetër. Deri atëherë mbetemi me shumë shëndet. Mirupafshim.